Nuk ka çmim I cili do të na shtynte në aventura pa e ditur se kjo aventurë do të ketë një fund të caktuar. Me këtë qëndrim kryeministri Hristijan Mickoski do të shkojë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Tivat. As pas takimit të dieshëm me presidentin e KS Koshta, ai nuk lëshon për ndryshimet kushtetuese për të futur bullgarët në kushtetut, pa marrë garanci se cili do të jetë rezultati final. Madje nga informacionet që ka marrë pas takimit të ministrit të punëve të jashtme të Maqedonisë me homologën bullgare, Mickoski tha se mendon që në Bullgari në mënyrë dramatike po radikalizohet gjendja dhe ndryshimet kushtetuese nuk janë kushti I vetëm që të hyjmë në proces dhe ta çojmë atë deri në fund. Туку напротив, таму работите драматично се радикализираат, а причината за тоа е нормално опозицијата кај нас, која што за жал не бира средства за да ги урива позициите на владата кога станува збор за одбрана на македонските национални интереси и представува мекото ткиво на македонскиот национален идентитет. Но и тоа ќе го издржиме, имаме доволно сила и да победиме дома, но и да победуваме надвор, така што ние сме подготвени за сето ова, имаме факти, имаме аргументи, ќе работиме. Ова не е спринт, ова е маратон, потребна е стратегија, план, визија, ова се победува со ум, не се победува со брзање и под притисок. Kryeopozitares LSDM Venko Filipçe tha se qëndrimet e Koshtas ishin të qarta, se ndryshimet kushtetuese janë e vetmja rrugë për të vazhduar eurointegrimet. Kjo, sipas Filipçes, nxjerr në pa të vërtetën se nuk ka garanci shtesë e as kushte shtesë dhe se gjithçka tjetër janë shpikje të pushtetit. Duke kërkuar referendum që qytetarët vetë të vendosin për të ardhmen evropiane të vendit, Filipçe akuzoi se Mickoski dhe VMRO-DPMNE erdhën në pushtet me gënjeshtra dhe ashtu po vazhdojnë. Затоа и се служат со лажен патриотизам. Затоа ова прашање, што е пред нас, го нарекуваат бугарско прашање. А всушност станува збор за барање од секоја една земја членка на Европската Унија. Треба да се внесат малцинства, не само бугарското, и хрватското, кое што тука живее, а веќе се спомнати други малцинства, кои веќе живеат во Македонија. И затоа се форсира тезата дека се преговара со Бугарија, а всушност се преговара со Европска Унија. Ние, како државотворна партија која што носела сериозни и тешки одлуки, секогаш во историјата, рековме одамна. Поддржуваме внесување на малцинствата во Уставот и со тоа да продолжи европскиот пат на земјата. Përndryshe, presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa dje gjatë vizitës në Shkup theksoi se miratimi ndryshimeve kushtetuese të dakorduara është kushti domosdoshëm për vazhdimin formal të negociatave të antarësimit dhe zhbllokimin e plotë të procesit integrues. Regarding the process, we have approved a framework agreement, and is what we need to comply in order to move forward on this accession process. Nothing more. And nothing less. Costa po ashtu tha se zgjerimi I BE-s mbetet një qëllim I përbashkët dhe se Maqedonia e Veriut ka shënuar për parim të rëndësishëm në agjendën reformuese. Gjithashtu riafirmoi mbështetjen e BE-s për perspektivën europiane të vendit, duke vlerësuar progresin në reformat kyçe si sundimi I ligjit dhe administrata publike.